Në një atmosferë dinamike dhe plot energji rinore në ambientet e InnoHub të Protik pranë piramidës, u zhvillua finali e edicionit të 7 të Startup City. Kjo iniciativë unike, organizuar prej 7 vitesh nga Universiteti Metropolitan Tirana, ka për qëllim të zbulojë, mbështesë dhe fuqizojë idetë të gjimnazistëve dhe studentëve që kanë potencialin të kthehen në biznese të vërteta. Këtë vit është viti i 7 që organizohet Startup City, një event i kthyer në traditë për Universitetin Metropolitan Tirana në mbrojtje dhe në fuqizim të të rinjve, të cilët kanë dëshirën, kanë vullnetin dhe kanë guximin për të sjellë risi dhe ndryshim. Finalja e këtij edicioni mblodhi së bashku 15 ekipe të përzgjedhura, të cilat prezantuan idetë e tyre përpara një jurie prestigjioze dhe një audiencë të gjerë. Mes të ftuarve deri ishin edhe Ministri e Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit, Delina Ibrahimaj, si dhe Presidenti i Universitetit Metropolitan Tirana, Arjan Çukaj. Me lumtur që shoh shumë të rinj dhe të reja, jo vetëm universitar, por edhe gjimnazistë që guxojnë, që kanë ide dhe që kanë nevojë për mbështetje. Ne jemi këtu për të mbështetur juve dhe suksesi ynë vjen nëpërmjet suksesit tuaj. Ky event përveç rezultateve konkrete që t'japi, të krijojë një model të ri se si mund të ndërtohet një biznes, një koncept të ri, atë që është bashkëkohor dhe sot e dim që është një trend botror. Aktivitetet kanë marrë pjesë rreth 1000 të rinj dhe një pjesë e tyre janë drejtuar tregut dhe sot ata japin një shërbim në treg dhe janë biznese të suksesshme. Pas një ngjarje të fortë dhe plot emocion, u shpallën 3 fituesit kryesor të Startup City 7. Vendi i parë, Nine Hana, çmimi programi akselerimi 2 mujor Boosting Innovation Poliba, plus 1000 euro. Vendi i dytë, Noctivox, çmimi 1000 euro plus mbështetje për inkubim nga Meting. Vendi i tretë, FinCity Money Rush, çmimi 500 euro plus mbështetje për inkubim nga Meting. Përveç 3 vendeve të para, juria ndau edhe çmime speciale. Universiteti Metropolitan Tirana i fokusuar në shkencat kompjuterike, në inteligjencë artificiale, arkitekturë, inxhinieri dhe ekonomi, sjell për studentët 25 programe studimit të ciklit bachelor dhe master, ndërsa është i vetmi universitet shqiptar që ka krijuar shkollën e doktoraturës në inteligjencë artificiale.